Një kosisht pas miratimit të normatives në Republikën e Kosovës, ne kemi filluar si shteti i parë në nivelin global, mund të quaj, të riadresimi i luftëtarëve të huaj nga vatrat e krizave, resocializimi i tyre, reintegrimi social i tyre, por që në fakt platforma teknologjia e bën këtë çështje shumë permanente, bën rrezik akut që ne do duhet jemi të fokusuar dhe të vëmendshëm ndaj këtyre elementeve të cilët mund të na shpijnë deri në një situatë të palakmueshme, por që deri me tani mund themi që organet e sigurisë, ato policore dhe të inteligjencës kanë një monitorim të thuktë sa përket këtyre aktiviteteve. Në rastin konkret, sa duhet vjeçar për gjithë ata që kërcënojnë përmes këtyre platformave online, a duhet merren shumë seriozisht nga organet kompetente këto kërcënime? Po mendoj që të takosh që në çfarëdo forme, në çfarëdo mënyrë paraqet si dhe deviante. Forme në çfarëdo mënyrë paraqet si dhe deviante, si dhe të cilat të bëjnë edhe thirrje për aktiviteteve kriminale, në këtë rast edhe për sfulme terroriste, padyshim se organet e sigurisë të Republikës Kosovës do duhet të merren dhe të ndërmarrin veprime konkrete duke i hetuar, duke konkretizuar procese të tjera hetimore për të relativizuar në aspektin formal juridik veprimet se kanë shpije këto veprime apo shpijnë këto veprime në ndonjë cënim të drejtave të sigurisë publike apo të sigurisë nacionale të Republikës Kosovës. Por fakti që ne kemi ekstremizëm terrorist, fakti që kemi ekstremizëm terrorist ku themi të terrorizmi nacional, pra ku ne kemi pas rastin e sulmit të Banjskës, pra është një terrorizëm shtetëror apo ekstreme të djathtë, të cilët kanë këtë qëllim pra që përmes formave të veprimeve terroriste të arrijnë qëllimet e caktuara.